آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن والبسنا بحلقة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة الختمات القرآن. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة الختمات القرآن وارفع درجاتنا بفضيل القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة الختم القرآن. اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم أباءنا واغفر لأمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا بلاد المسلمين من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وأعلنا أنت إلهنا لا إله إلا أنت. O Zot, pranoj këtë vepërtonën se Ty je mëshirues. Na uzof në rrugën e drejtë përmes leximit të hatmeve të Kur'anit, ya Rabbel Alamin. O Zot, na zbukuron me bukurinë e Kur'anit, na nderon me nderin e Kur'anit, na shtin në xhenet përmes dërmetësimit të Kur'anit dhe na ruaj të gjithëve nga sprova dhe vështirësitë e këtë botë dhe në ahiret përmes leximit të hatmeve të Kur'anit. O Zot, na uzof përmes udhëzimit të Kur'anit, na shpëton nga zjarri përmes mirave të Kur'anit, na shpëtësia nga leximi i hatmeve të Kur'anit. O Zot, na dhuro të mira për çdo shkronjë të lexuar të Kur'anit. Na dhuro kënaqësi dhe na dhuro të mira dhe bereqet. O Zot ynë, në këtë natë të madhe, prej Teje kërkojmë shpëtimin në këtë botë dhe në botën tjetër. O Zot ynë, kërkojmë që të na falësh, na mbulosh tmetat në këtë botë dhe në ahiret, na jep rahati në familje dhe në pasuri. O Zot ynë, Ti e falës, e do në falin e fal neve. O Zot, Ti e falës, e do në falin e fal neve. O Zot ynë, Ti e falës, e do në falin e fal neve. O Zot, të lutem e Ty që të mos shkojmë në devijim, as dikush të na çojë në devijim, të na mbrosh të mos rrëshqasim nga e vërteta, mos ta dëmtoj dikën e as mos të na dëmtoj dikush, mos të injorohemi nga dikush e as mos ta injorojmë atë. O Zot, na largon nga gjunahet, siç i ka bërë të largët linjën nga Perëndimi. O Zot, nga pastron nga mëkatet, ashtu siç pastrohet rroba e bardhë nga njollat. O Zot, me dutërinë tënde mbi fshehtsirat dhe me fuqinë tënde mbi krijesat të lutemi, të na zgjasësh jeta derisa të jetë hajër për ne, e na bën të vdesim kur vdekja do të jetë më e mirë për ne. O Zot, të lutemi që të na bësh të flasim të vërtetën kur jemi të disponuar dhe kur jemi të rënuar. O Zot, kërkojmë që të jemi të matur gjatë pasurisë dhe varfërisë. Të lutemi o Zot, na jap të mirat të pashtatshme, na bën gjithmonë të jemi të kënaqur me atë që na ke caktuar. Të lutemi o Zot për jetë të qetë pa vdekjes. Të lutemi o Allah të na mundësosh të kënaqemi duke shikuar fytyrën tënde, na bën që ta duam takimin me Ty në këtë takim dhe mos ketë vështirësi dhe strovë në atë takim me Ty, ya Rabbel Alamin. O Zot, në këtë muaj të të bekuar, na fal neve, prindërin e tanë, e gjithë muslimanët. O Allah, të lutemi gjithë emrat e bukur që i ke, dhe me gjitha cilësitë që na ke mësuar, apo që ke mësuar të kanë për robët tonë, dhe me cilësitë tua që i din vetëm Ti. Të lutemi na ndërro kur maxhmi, kundër armiqve në fejes në trojë tona, e gjithë muslimanët kudo që janë, dhe uzon rrugën tënde të ndoqë pejgamberi i mbar me njerëzimit Muhamedi alayhis salam. O Zot, kërkojmë që të na mbrosh nga dyshimi, na mbrosh nga shirku, nga dyftësia dhe nga sjelljet e këqija. Të lutem ai madhi Allah, të na mbrosh nga keqësimi i gjendjes në familje, në pasuri dhe në pasardhësit tanë. O Zot, na mbroj nga sprovimi i momentit ku trupa tanë do të hyjnë në dhej, dhe na mbroj nga peripetit e vdekjes edhe ringjalljes e Rabbel Alamin. O Zot, gjithë të vdekjeve tanë, musliman, bëja varët për nur, poshtë varrit dhe mbi varr bëri nur.
Edhe ne kur të harrojmë të lutemi për ta, ti o Zot prap dërgoj atyre nurin në varr. E neve mos na lë kur pa nur. Edhe kur të lëshojnë tropat tanë në varr, bëj atë nur të jetë me ne në varr, pas varrit, derisa të gjejmë xhenetin tënd ya Rabbul Alamin. O Zoti, në këtë muaj të madh, na i bën kabul namazet tona, na bën kabul lutjet tona, na bën kabul agjërimin dhe tasbihun tonë, na bën kabul sejdë dhe leximin e Kuranit, e mos ta kthem brapa këtë ibadet tonë ya Rabbul Alamin. O Zoti, ti ka thënë në librin tënd, më lutni a unë përgjigjem. Andaj o Allah, të lutem të na falësh gjunat tona, na udhëzon ka rruga e drejtë e mbara, na bën për atyre që përmban urdhrave të dhe respektojnë këshillat e dashurit ton Muhamedit alayhi salatu wasalam. O Zoti, kërkojmë që ta na japësh iman, bindje të plotë, furnizim të mjaftueshëm, zemër që frikohet për teje, dhe të na japësh gjuhë falëndëruese ndaj adhurimit tua, se dependim para vdekjes ya Rabbul Alamin. O Zot, na jap dritë në zemrat tona, na bën zemër gjerë, dhe na bën me përfundim punë të mira. O Zot, na jemi shpirtat si musliman, na ringjall si musliman dhe na bashko me dashurin ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në barakun e ditën e gjykimit ya Rabbul Alamin. O Zot, sevapën e asaj që lexuan nga Kurani famullar, këtu në xhami dhe kudo kohë se cilën veti që kemi bërë, po ashtu nga duat tona që kemi bërë, nga kelimit e viti që kemi shprehur, dërgoja dhurat shpirtit dashurit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, shpirtat e familjes së tij, gjithë shokët e tij, po ashtu shpirtat besimtarëve, të gjallëve të vdekurve, e gjithë atyre që është bën jetë ajo që kënduar. Për çdo lëshim në të na fal, për çdo harresë e plaso, na i prano e mos na kthem brapa ya Rabbul Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.